Selamu alaikum të dashur shikues. Mirë se takojmë edhe sonte në këtë natë për nedëve të bekuara të Ramazanit. Do të jemi së bashku me trajtimin e një teme të re e për këtë do ta kemi një mosafer të radhës. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala dhe duke shpresuar në pranimin e veprave dhe punëve të cilat i bëjmë në këtë muaj, e në vazhdon e punëve dhe aktiviteteve dhe ibadetet të cilat i bëjmë, padyshim se detyria mbetet një nga çelësat kryesor dhe çelësat më të rëndësishëm në përjetimin e këtyre adhurimeve. Në radhë parë i dëshiroj mirëseardhje hoxhës së nderuar nga Tirana, Vladimir Kera. Hoxh, mirë se vjen. Mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Qof muaj begat për gjithë inshallah. Amin. Kënaqësi të kemi në Prizrenin ton. Po faleminderit, patjetër, është Prizreni ka atë Istanbul i vogël. Ka shijen e vet. Lut Allahun xhaleshanu që të shpërblet, ja pranoj punë dhe angazhimet dhe ibadetet që i bënin tërkohën e sidomos në muajin e Ramazanit. Amin, bashkërisht. Hoxh, do ta trajtojmë një temë e cila ndoshta edhe e ka një dozë të paqartësisë në opinionin e shumë njerëzve, madje shpeshherë ndoshta edhe të vetë bartësit e Islamit. Dhuna dhe Islami, do të thotë dy nocione të cilat ne e dim se nuk pajtohen dhe nuk bëhen bashkë, madje edhe nga vetë emri i Islamit. Pra, a mund të nisim nga këto? Pra, Islami nuk pranon dhunë dhe s'ka të bëj kurrë me dhunën, madje duke filluar nga emërtimi i tij. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Me krenarinë e salavatit dërguar për pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Shumë faleminderit për këtë ftesë të mirë, bujare, lut Zotin që të gjithë njerëzit që po na ndjekin të pranojnë Zotin ibadetet. Të jetë një mundësi e mirë spari për të pastruar shpirtin e vet, për të thelluar mendjen e vet. Pa bërë Zotit të mundur të kuptojnë realitetin e botës dhe objektivat që i kanë vënë njerëzit vetes. Me thënë drejtën, kjo është temë e vlerë, mendoj unë, sepse e di ku është thelbi, është sepse nuk është shumë e rëndësishme si e përkujton ti ngaherë veten. Për arsyet e kohrave që jetojmë ne, është e rëndësishme, po aq e rëndësishme si të përkujtojnë të tjerët. Edhe ne nuk i shpëtojmë dot këtij termi sot, mënyrën se si dikush tjetër hedh një opinion për ty. Për arsye sepse është mundësuar gjithkujt të flasë dhe për kur flet gjithkush, nuk është e rëndësishme më e vërteta. Kur flet gjithkush i nderuar, domthonë vlen edhe gënjeshtra në këto raste, vlen edhe shpifja, sepse gjithkush flet. Ndërsa kur flitet e vërteta, nuk flet dot gjithkush edhe nuk flet çfarë doj, sepse të kushtozon e vërteta vet. Dhe si e tillë është me vlerë të sqarohen këto gjëra, jo vetëm si ne besimtarët e kuptojmë këtë, por dhe si nganjëherë ne bijmë prej disa perceptimeve të jashtme, që pa dashje pa kuptuar ne do nxjerrim veten në mbrojtje. Për arsye të këtyre termave që bien, dhe nganjëherë i nderuar, domethënë nëse mundet ta bëj të hyrje, nganjëherë nuk është shumë e rëndësishme si e njeh veten, por që ka shumë e rëndësishme si të njohin tjerët. Dhe më e rrezikshme nga këtë mes është kur ti fillon dhe sillesh ashtu si tjerët projektojnë për ty. Kjo është shumë e rrezikshme. Pra, ndodh shpeshherë në perceptimin tonë si besimtar, që ne pa dashje pa e kuptuar, e fillojmë dhe mbartim me vete një faj që s'është i joni, po thjesht tjerë ta kanë thënë. Dhe sillemi ka një term që përdoret të stigmatizuar. Pra, si thon, kur një njeri është kurbeqar, atje jashtë i thirrin kurbeqar dhe sillet ashtu. Po kur vjen në vend vet, prapë si kurbeqar sillet, thasë kështu i thirrin. Dhe dashje pa dashje nuk është vendali askund. Dhe kjo temë mendoj që e mbart këtë lloj doze paqartësie dhe këtë lloj doze siklete. Unë do vi vetëm ke konceptet bazë të Islamit, pra hyrja. Termi vetë, Islam, që është paqja. Përshëndetja vetë, Esselamu Aleikum, është paqja qoftë për ju. Vetë hyrjet e Kuranit, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Këto janë hyrjet tona, pra janë nisjet. Kesh vure, këto janë ato me cilët ne i nisim punë tona. Pra Bismillahirrahmanirrahim, ne nisim i punë.
Pra, po ta kesh vënë re, në çdo lloj qasje fillestare që nisim, ne e kemi të kushtëzuar, po thuaj se ta nisim me mirësi, pra me këtë që është paqja. Ashtu e nisim Kur'anin, ashtu e nisim takimin, ashtu e nisim i punë, ashtu i nisim kretë punët e mira që bëjmë, ashtu i nisim veprat tona më të rëndësishme me emrin e Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëdhëruesit, ose me paqje e selam për njerëzit. Kjo është e rëndësishme për ta sqaruar këtë, sepse këtu është zanafilla ku nisesh ti. Pastaj si të lexon ai tjetri është çështja e dytë, me cilën mendoj që ka hapësira që ne të diskutojmë të dyja palët e kritikave. Njësi na thrasin dhe njësi pse ndihemi ne kështu. Sigurisht tek ajo që ka ndikuar ndoshta tek formimi i këtij imazhi, por pas kësaj hyrje të mrekullueshme që vara dhe atij identifikimit dhe asaj hapjes së dritarëve që dikush të na njoh edhe nga brenda. Kur flasim për besimin, megjithatë flasim për një bindje të brendshme, e cila madje nuk pranon as imponim, sepse nuk mund t'ja imponosh dikujt besimin. Mund t'ja imponosh veprat të caktuara, por thelbin e besimit nuk ja imponon dë. Madje edhe Allahu xhel shanuhu na tregon se nuk ka dhunë fejla ikrahe fi din. Nuk ka imponim, nuk mund ta detyrosh dikant besosh. Është kë një nga madje ndoshta si vazhdimsi e asaj që e nise që tek nalmi pastaj tek thelbi. Qose besimi është diçka shumë e brendshme që nuk ka akses dikush tjetër në të, i bie se dhuna është totalisht jashtë loje në arritjen e besimit ose në largimin e besimit e dikujt. Është shumë e vërtetë. Do ta nisim kështu këtë koncept sipas meje. Gjithmonë kur lexohen besimet ka një problem. Lexohen nga individet, jo nga doktrina. Pra nuk nisen njerëzit për të lexuar një besim, ka një problem në mënyrën si e lexojnë. Filani thotë. Dhe niset nga një individ për të përcaktuar se ç'është doktrina. Koncepti i teorive, si çdo fusha, nuk mund nisesh nga një mjek edhe për të vlerësuar mjekësinë. Pa nuk mundesh ta bësh të, sepse bën padrejtësi të jashtëzakonshme kësaj disipline dhe këtyre mjekëve të mirë, dhe që i kanë bërë dobi kësaj shkence. Por të nisë, kur flasim për besimin, nisim nga doktrina. Atëherë çfarë thotë doktrina? Nga ku nisemi dy gjëra kryesore për mendimin tim. Vetë doktrina në vetvete çfarë kushtesh ka për të bërë pjesë e saj, dhe e dyta mendimin e kundërshtarit. Dy gjëra do marrim. Pra një që është e imja dhe një që është e huaja. Atëherë, esencialja tek ne është që besimi kur një njeri bëhet musliman, po ta kenë vure njerëzit, një hoxh i pyet. A jemi imponim apo je i lirë? Pra, ti jemi vullnet lirë këtë apo e kemi imponim? Pse është kjo pyetje ke ne? Ç'pun ka kjo pyetje ke ne? Është sepse është esenciale. Besimi tek ne nuk pranohet në thojza. Nëse i njeri është me imponim dhe është i pavetëdijshëm çfarë po bën. Ka janë dy kushte thotë me temia për shemb. Që i vepër pranohet, njeriu duhet ta bëjë me vullnetin e lirë, dytë të jetë i vetëdijshëm çfarë po bën. Pra çfarë veprimi ka marrë dhe prandaj për shemb xhallar pyesin. Ç'din për Islamin, ç'a dini për Kur'anin, a dini ç'a është profeti Muhammed. Pra pyesin disa pyetje që të shikojnë a je i vetëdijshëm. Sepse nuk mund përdoret liria pa vetëdija. Prandaj shumë e rëndësishme kjo koncepti vetëdijes. Se s'mund të ketë liri, po si e njeriu i vetëdijshëm. Prandaj besimi shoqëron bashkë të dyja. Pra, nuk ke presion, dy je i lirë. Ke termi la ikrahe fi din, nuk ka imponim feje. Kur nuk ka imponim? Pse s'ka imponim? Se është bërë e qartë, thotë Zoti. S'ka pse të ketë. Ta kam zbrit librin, të kam zbrit profet, ke të mirë dhe të keqin përballë, ke këto që besojnë dhe këto që s'besojnë, dhe unë të kam zbrit një libër e ti i lirë zgjedhësh. Kush të do beson në Zotin, kush do mohon. Por në momentin që besimi bëhet i imponueshëm, quhet i papranueshëm. Për shembull, dhe ibadetet, ulemat janë shumë konciz, madje edhe rigoroz mendoj. Namazi zmohet me imponim. Shamia zvehet më burr me imponim. Një punë e mirë zmohet me imponim se konsiderohet prej punëve të asaj që kanë vënë parimin ulemat. Pra ajo buron totalisht nga liria e njeriu të plot dhe dytë jetë i vetëdijshëm. Kjo është doktrina e jonë. Për të kuptuar çfarë thotë Islami në zanafillën e vet. Prandaj thotë Zoti, profeti Muhammed madje dhe në një farë forme e përkthel në formë qortimi, i thotë po ti thotë a do të shkatrosh veten derisa ato të bëhen besimtar. Pra a do edhe kujdes mos i urren në një farë forme njerëzit, pse janë të besimit. Njerëzit janë të lirë. Kush të do
eksaktësisht pra që i vinë në këtë koncept, ti e tu krihonesë, thot, pra ti a i urrem se s'bon, pra i katërej, sepse është natyrshme, jo urrejtja në koncept, por njeriu kur e shef i punë të mirë, dhe shef njëri që e don, nuk i ka shku aty, edhe prindi për fëmijën prodhon një lloj presioni, po të kesh more. Po është e mirë. Është natyrshme. Është e natyrshme. Zoti ndërhyn sepse është natyrshme për ty, po jo për atë. Do buroje e liri e plot. E dyta, çka është e rëndësishme në këtë tezë? Faktet vetë mënyrën si janë trajtuar shokët e profetit. Pra kur ajo zonja i shkoi profetit dhe i tha që baba im ka zgjedh filanin për djalë, po unë e kam kundërshtuar. Jo se është djalë i keq. Edhe jo se baba im e kishte gabim, po thjesht më treguar që ne kena drejt të zgjedhim. Kemi drejt me zgjedh. Pra ku e mori kjo zonjë të guxim, kjo vajzë e re, se këtu është pyetja më serioze për mua. Le çfarë tha kjo? Pyetja serioze është kush ja kishte mbjell kësaj këtë kulturë që ti mund kundërshtosh babën dhe profetin për një gjë që është shija jote përse dhe e drejta jote. Se është ambienti, është shumë i rëndësishëm ambienti që ta prodhon këtë mundësi të flasësh, sepse ti si tha, se çfarë prodhon diktatura moderne, ti ke drejt flasësh apo se çfarë ndodh mbas asaj që thua ti është gjë tjetër. Ajo e kishte kulturën, lirinë e plot. Ishte krijuar kushtet asaj vajze që ajo të shkonte para profetit dhe të tregonte mendimin e vet, dhe kjo është shumë e rëndësishme. E dyta gjë që është për të pa pak vëmendje kjo pikë, dhe unë them është një lloj pikpamje rreth nesh. Për shembull hapi librat e sirës, ti e vet hoxha dhe të karana për duar. Ka një mendim kritik, edhe unë do ta them, gjithë nisin me luftra. Po ti kesh vure. Fillon për shembull kapitulli lufta Bedri. Mendoj që duhen pak të çështje. Historia e Islamit nuk është histori si historia shkenca, për shembull disiplina e historisë, që ngjarjet kryesore janë luftrat ose paktet e paqes ose momentet ku kanë ndodhur konfliktet e mëdha. Këtë shënon historia. Sira e profetit nuk është kështu. Sira e profetit duhet filloj me mësimet e mëdha, fillimin e shpalljes. Pra, koncepti që i na nisne me luftra dhe vetë në libra, po të kesh vure, po t'i hapësh, kemi dhënë dhe ne një lloj përshtypje pa dashje për të krijuar një hapësirë për të lexuar gabim çështje. Hapi gjithë librat, lexojmë lufta e Bedrit, fillojmë me luftën e Bedrit. Kapitulli kryesor me shrita të zi. Islami i kam numëruar hoxha me vëmendje. 7 janë luftra kryesore. Maksimumi kanë zgjat 23 ditë total. Nga jeta e profetit. 23 ditë total, madje edhe keni ju Salabin, keni madje ke trillimin ndaj historisë tonë që ka shkruar doktor Kardawi së fundit, e hedh këtë koncept janë thot 7 luftra gjithsej, 23 ditë gjithsej. Si munden këto të vendosen kyçe kryesore të historisë? Ka ndodhur pse thot ka ndodhur kjo, sepse historinë e kemi marrë nga historianët. Dhe historianët normalisht datat kryesore për të luftra dhe paqe. Megjithatë në trajtimin e historisë e pejgamberit alayhis salam, po. Ta solla këtë, po. Për pas një vëmendje që mund të krijohen dhe keq kuptime. Po, mund edhe ne ndoshta tu Ti ndihmojmë. jemi pak të vëmendshëm që ora kjo është histori. Dhe historia e profetit është gjë tjetër. Përndryshe fikusire Shumë më e gjerë, ka libra të tjerë më të gjerë, pra nuk nisemi nga thjesht e marr nga Ibn Hishami që ka një historian dhe i kam lënë. nga këndvështrime të ndryshme. E dyta gjë mund të jetë një gjë që duhet me pa më vëmendje, për mendimin tim. Nganjëherë ne pa dashje mund ta kemi lidh dashpërsi me devotshmëri. Pa e kuptuar. Pra në konceptin si sa më i shtrënguar në pikpamjen fetare, kemi menduar që mund të jesh edhe më i devotshëm këtë pikë. Në kuptimin e mënyrës së paraqitjes nganjëherë, se je kap mas kësaj. Je shtrënguar fort, për shembull në mënyrë që ta maj. Nganjëherë gjërat zotrohen edhe duke mos i shtrënguar, pra duke i kuptuar mirë dhe duke i marrë në gradualitetin e vet. Në mënyrë që të bëhet e natyrshme për ty. Të vi normale, të vi e jetueshme, siç ka ardhur vetë feja. 23 vjet me radhë, po pse? Po dal nga dalë. Duke marrë parasysh kohën, rrethanat, vendit, siç ka sira pafund që e tregojnë këto. Një farë lloj forme mundet të marrim të dy gjëra dhe t'i lexojmë mirë. Doktrina është baza që kuptohet feja, në mënyrë që të shmangim të gjitha keqkuptimet e mundshme, që mund bëjnë njerëzit në momentin kur shikojnë vetë fenë. Po të kthehesh në doktrinë, nuk gjen gjë tjetër, për të kaluar ke e dyta që thash që është natyra si është sjellë me kundërshtare. Më thoj sa. Këtu të ndalëm pak hoq.
pajtojmë plotësisht në vetë kritikën. Për të hedhë një lloj drite, për të hedhë një lloj drite sigurisht, gjithmonë. dhe është e nevojshme shumë madje ne gjithmonë bëjmë thirrje që njeriu të reflektojë mbi veprimet e tij, madje edhe muajin e Ramazanit pendimi nuk vjen ndryshe pas si rezultat edhe pas fatë guximit i pranosh. Pas fatë guximit i pranosh e kështu me radhë. Megjithatë mendoj se thjesht në bazë të asaj që cilën te paraqitet, po duhet ta parashtroj një pyetje. A është kjo mjaftueshme që është shëmtu fotografia e Islamit deri në këtë mas? Mendoj se kjo ndoshta e ka ndihmuar. Por sigurisht se nuk është e mjaftueshme. Kjo ka një indicje, po mund të gjesh argumente. Pra mund të shkosh të thosh ku është për shembull. Por në anën tjetër ne shohim një fotografi të Islamit, një fotografi të shëmtuar, e cila në momentin e parë që dikush ndoshta e ndëgjon Islamin, paraqitet dikush me ndonjë bombë atje, me dikun me një tu mbyt dikan, tu vrat dikan një fëmijë duke ose lënë me shkollë, dikan duke një gru duke e rraf atje ose ku po diun, thjesht ndoshta edhe për shkak të mundësisë paraqitjeve vizuale edhe imazheve të caktuara është krijuar një përshtypje. Pra, të tjerët si na shohin, trego domethënë ti tash, na trego si na shohin të tjerët dhe kjo fotografi prej ngazh ndërtu. Domethënë dhe i përmendëm disa ndoshta të cilat e kanë ndihmuar, po sigurisht se nuk janë ato baza. Shiko, atë që solla unë më shumë e solla si mënyrën si e shohim ne një herë. Pra, unë mendoj që edhe kur ti shikojmë gjërat, ta kemi mënyrën për të nisë nga doktrina bazë, nga besimi bazë, çka ka sjellë Zoti. Të gjithë tjerat lexohen në hijen e kësaj, çdo lloj libri, çdo lloj fjale dietare, çdo lloj koncepti hoxha, ku e diun, duhet pak e frymë çka ka Zoti një herë, çka na thot Zoti dhe profeti. Për shembull, do shihen në Kur'an se si Zoti ka trajtuar mendimet atyre që janë kundërshtar të pikpamjes hyjnore apo të profetëve. E para gjë është interesant, i ka përfshirë si mendime. Për shembull, është për mendimin tim e jashtëzakonshme pikpamja hyjnore, mendimin e faraonit e gjen, mendimin e djallit e gjen, pra shejtani e ke brenda në Kur'an. Në mënyrën se si ne kena perceptuar Kur'anin është kështu. Siç na ka thënë profeti Zoti që leximi i Kur'anit është ibadet. Jo thot për gjithë, po për çdo gërm ke sevapet e saktuara, apo jo. Atëherë dhe mendimet e kundërshtarëve janë pjesë e sevapit, nuk është se dalin. Apo jo. Shikoti çdo diapazon të jashtëzakonshëm të urtësisë që të arrihet, edhe pse është gënjeshtër, sepse është gënjeshtër, nuk është thjesht sepse është një mendim i vërtet. Edhe të refuzuar. Po të thot një gënjeshtër të atij, po vetëm për faktin që e ka thënë, dhe ai ka këtë mendim, ta ka dokumentuar në Kur'an, dhe ti ke ibadet që e lexon. Pra, ne kemi ibadet të lexojmë i mendimin e një që është kundërshtar të kësaj pikpamje. Se e di ku është çështja e tolerancës, e paqes, pra se toleranca është një term që po desha diskutojmë, po mendoj që është i gabuar si term, nuk vlen. E këtij pikpamje së paqes që ka Islami. Deri në këtë nivel se ta respekton mendimet dhe po ta kesh gabim. Pra po ta dëgjoj, ma thuaj. Në besimtarët i edukon, dëgjojeni. Mësohuni me kulturën, ta dëgjoni edhe pse ka gabim. Le ta mbarojë vetë. Dhe pastaj rendit Zoti argumentat se si i qaset. Pra, në mënyrën si është qas dhe me atë që është kundër. Edhe pse o shpifje, edhe pse o gabim, edhe pse o e pa drejt, ta ka dokumentuar sot. Për të treguar atë gjënësinë e të vërtetës, se të vërteta ka kapacitet ta pranojë. Edhe pa të vërtetën, si ka kulturë. Dhe ta vërtetojë që s'është ashtu. Pra e ka kulturën, e ka pjekurinë, se s'ka gjë për të humbur, është e vërtetë. Si thush, e vërteta nuk është e varur nga kundi nderuar, nuk ka nevojë të mbahet, rrin vetë. Gënjeshtra ka nevojë të suportohet, nuk rrin. E mira për shembull të mban. Madje me torin e zarit shpesh herë. E mira për shembull të mban, e keqen duhet ta mbash se s'të mban. Duhet ta furnizosh, duhet ta. Ke parasysh mënyrën se si e ka trajtuar hyjnoria. Tani, në këtë koncept, mua sa herë më vjen koncepti se si të tjerët na shohin neve. Unë gjithmonë e kam lexuar kështu. Problemi kryesor në këtë tezë është sa ne pranojmë nga propozimet që tjerët japin për ty. Kretë kjo është thelbi kryesor. Historikisht, Kurani ka dëshmuar që do jenë të dy palët. Do vazhdojnë të Zoti dhe mukhtelifin, do vazhdojnë dialektik. Po, jo, kundër, pra, e mira, e keqja, e drejta, e pa drejta, e vërteta, e gabuara, do vazhdojnë.
Çështja është sa ne bien prej e një perceptimi të caktuar që ka dikush për ty dhe në rrim pengi atij perceptimi, një, edhe e dyta, të justifikojmë veten në mënyrë të vazhdueshme që ne si jemi kështu. Mirë, pikërisht te kjo. Roli jonë tash përballë krejt kësaj fotografie të shëmtuar. Kur ne kemi bazën, kemi doktrinën, madje kemi shembuj të Mahnec nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam, madje në secilin detaj të jetës së tij, se si nuk ka përdor dhunën, madje edhe në raste ku edhe në aspektin njerëzor ka mund ta shpalos të paktën atë në momentet e akuzave, në momentet e ka njeriu e ka edhe të triumfit, ka përfyti. Se kjo është e rëndësishme, edhe kur ishte i fortë. Madje triumfe se gjithsesi njerëzit e shfaqin. Pra, roli jonë është ndërrum që të kthehemi fuqishëm tek doktrina dhe tek modeli nëse mund të themi i përsosur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në praktikimin e kësaj doktrine dhe praktikisht, pra të mundohemi të ta përmirësojmë këtë imazh, ta argëzojmë këtë imazh, apo na duhet të shtojmë edhe pjesën e argumentimit, domethënë qoftë me shkrim, qoftë me gojë, qoftë me dialog të vazhdueshëm në nxjerrjen e kësaj fotografie të mirë të Islamit që është realisht e që nuk ka nevojë të hieshohet. Shikoj, bërë mirë që e solle, por do ta shikoja kështu, mendimi gjithmonë. Nuk kam se vejem për plasë i gjërat, ama më kështu, ama më kështu. Sipas kohës dhe rrethanave mund vlejë gjithë secila. Një gënjeshtër dhe duhet për gënjeshtrohet. Që shta profet, në nebiun la kadhib. Unë jam pejgamber, nuk ka diskutim këtë çështje. Duhet për gënjeshtrohet. Por netja peng aty, ky është problemi kryesor. Netja peng e një stigmatizimi të vazhdueshëm që unë shoh që ka dozat mëdha që ne ngelëm duke thonë që si jemi kështu, si jemi ashtu, Islami sot kështu, Islami nuk po na bikohet me thonë çfarë është më burr. Andaj sillat të dyat. Apo më kupton? Andaj sillat të dyat. Në kuptimin e kësaj nuk po na bikohet me thonë çfarë është një herë. Pikpamja hynore si mendoj është kjo. Vetëm prezenca e vërtetës e zhduk për vërtetën. Vetëm prezenca e të mirës i jep mundësi që e keqja të dobësohet. Por ndryshe njerëzit nuk kanë alternativë. Kur vjen, thot Zoti, pa. Idha jaa al-haq, kur vjen e vërteta, kur prezantohet, ajo vetvetiu e zhbën, e shkërmojsh për të vërtetën. Vetvetiu. Kjo njëjtën kohë e lun rolin e tregimit pa vërtetës. Po kur duhet të jetë prezente e vërteta s'e bën. Pra duhet të jetë modeli i duhur, modeli i drejtë, ajo çka është e saktë. Për shembull, nuk është interesant. Profeti alayhis salam kalon thot pranë hebrejve dhe ato i thonë Esemu alike. Pra në gjuhë arabe dindi më mirë se mundosh që thot Esem është helmi, mallkimi, keqja. Rahmi ty. Kjo është në përbuz, ai që dëgjon dhe profeti që dëgjuar, wa aleikum thotë. Hadithi ke Buhariu thotë, Hatixha i thotë, u raft juve me radhë të gumizora se dëgjova dhe çfarë tha. Po ti dëgjova. Po doja ime pranohet aty në jo, më shumë e thjesht punën. S'ka efekt. Nuk ka efekt ajo, që problem ka. Unë vazhdoj. Krahun tjetër tha nimoni vllajin tu, i thanë të mirë dhe të keqe. Dhe unë po si thënë, të mirë e morën vesh, po të keqe mos e lejni ta bëj. Mos e lejni. Pra, frenoje nëse ke mundësi ta bësh. Tregoje që kjo s'duhet bërë. Por krahun tjetër si vjen kjo, vetëm kur prezantohet e mirë. Dhe pothuajse jam në mendimin tim, deri në një bindje ekstreme, që është koha që tregohet vetëm kush është e mirë. Gjykoj i dashtëm që njerëzit vujnë të shohin model. Njerëzit e mbartin mirë, nuk është se mbartin. Pra, kur Malik bin Nebi thotë që njerëzit nuk është se po kujton, nuk është se mohojnë Zotin, por nuk e takojnë dot, thojza nuk e gjejnë dot ku. Ku, në çfarë vendi? Në një punë të bukur. Në një vepër të mirë. Në arkitekturë të lezetshme që duket shenja e imanit të, duket që është derdh besimin të. Në shkrim i bukur që duket, në arsimi i lezetshëm që bie në sy, ka shkëlqyer feja. Ka ra, duket që ka ra besimi aty. Se le gjurmën e vet. Ktu thot njerëzit se praktika e thyn teoritë.
Dhe në momentin kur e keqja është dominante, prezente ke këtu, ke media, ke mënyrë arsimi, ke sistem politik, ke pikpamje doktrinale shkollore, ke mënyrë të jetuarit, atëherë ai ngele vetëm imagjinare, njeriu, si thosh, e dominon praktika. Do vi ke ky lloj koncepti që unë mendoj që e mira është baza. Nuk po them që nuk duhet i përgjigjemi të keqes, por në masën që i takon. Dhe rrezikshmëria më e madhe, gjykoj unë në këto kohë, është që ne kemi ra prej e stigmat e mënyrës se si na prezantojnë. Pjesa më e madhe, për shembull e vajzave me shamin, duhet t'ia vërtetojnë tjerëve që s'kan arsye pse më vërtetoj, që nuk është e dhunuar, nuk është e imponuar, pse duhet t'ia vërtetoj dikujt. Pra, ka ngel peng i kësaj në një farë forme. Jam dakord se janë stigmatizime shumë të fryera, shumë të ngritura, por mendoj që nuk duhet më udhëzoj më shumë zë se su takojmë. Wa aleikum kaq. Dhe pjesa është e jona, mundi jashtëzakonshëm, që shqyr Zotit është, kemi vajza shumë të mira të shkolluara me shamine, shumë të zonja, brezëri po na tregon dhe njerëz shumë të mirë, shumë djemë të ri, shumë modele të mira, për cilat mendoj që koha ka për të vërtetuar që Islami ka partizon rronjët e veta sepse është i natyrshëm i ndërruar. Nuk është me sforca. Ne po flasim për njeriu, i cili është vështirë të del ndoshta shpesh nga natyra e tij. Madje Allahu xhaleshana ka treguar se domthonë njeriu është i ngutshëm. Është kriju, domthonë që të nxitoj edhe të ngutet. Është ndoshta shpesh herë dëshira e njerëzve për ndryshime të shpejta, që i shtyn pastaj ata edhe të flasin, edhe të shkruajnë, edhe të mundohen që me çdo kusht të dëshmojnë ato që domthonë ta ndrojnë perceptimin e tjetrit e të dëshmojnë ato që e kanë në brendësinë e tyre. Unë pajtohem plotësisht dhe ndoshta edhe si këshill që ne mjafton të jemi në bardhësit e të vërtetës. E të vërteta do del në shesh. Jemi ne ose nuk jemi ata të cilët do ta kurrim suksesin e rezultatin e saj, dhe kjo ndoshta do të na shpëton të shpesh herë edhe nga disa gracka të cilat bim pavrejtshëm. Për shembull, ne shohim shpesh herë në komente të shumta në gjuhën e cila përdoret, kur dikush plason diçka të shëmtuar, i kthehet në mbrojtje të vërtetë, ndoshta me një shëmtie edhe më të rëndë se sa e para. Pra, cili do të ishte një orientim ose një udhëzim për këtë? Tani ne jemi edukuar me këtë kulturën që plumin del me plum, kuptimin e konceptit, edhe ti nuk mund të shpëtosh dot atij kohezioni që rritet njeriu, që të keqen e nxjerrin me të keqe, me radhë. Por tu është ndoshta revolucioni më i madh që ka bërë Islami. Pra, për Omerit Allahu anhu janë thënë gjëra të paimagjinueshme, a mund të udhëzohet ky njeri, a mund të afrohet ky në fe, s'ka mundësi, mund vije ky. Për gjithkush mund vijë vetëm ky jo. Por ai arriti në atë lloj niveli sa që në momentin kur ligjëronte një të premte, një nga ish-bashorët e profetit thotë keni thënë gabim, thotë këtë o prisi besimtarëve, ai ishte edhe pra udhëheqës shteti dhe lider suprem dhe njëri me shumë autoritet, me një përvojtje jashtëzakonshme, me një autoritet shumë të lartë, dhe ai i thotë këtë drejtë, ashtu është. Do të prodhonte një lloj njeriu të këtij lloj dimensioni, kjo lloj kulture. Ndoshta gjithë çështja është këtu që qasja në një farë lloj forme një dozë të ngarkuar emocionale çështje. Dhe mospasja e urtësisë nganjëherë, në shumë raste është e urtësisë për të parë gjërat më ftohtë, më me vizion, më me largpams. Pra, për të parë gjërat në një qëllim final. Qëllimi final i jonë, atë që kam kuptuar unë nga Ibn Qayyim el-Jauzi, ku kam lexuar librin Zadul Ma'ad, është që Zoti thotë në xhenet ka vend për gjithë, vetëm kush don të shkojë. Dhe vendos hadith në profetit, thotë ai që s'ndjek profetin për luajnë Zotit. Nuk thotë në xhehenem ka vend për gjithë. Por kundrazi thotë xhehenemin e pyet Zoti, hel min mezid, a ke vend më? Dhe çdo njeri e ka, pra qëllimi kryesor i Islamit është të dërgojë njerëz që janë mirë. Dhe ne duhet ta shohim këtë vizion në pikpamje pak më të largë. E dyta, qasja emocionale. Bien prej shpesh është natyra e popullit. Nuk mund ta shmangim, nuk është e lehtë. Pra ne dikur kam thënë që ne ja përshtatim vetën Islamin apo Islamin vetes. Pra se ka dualitet. Që ne shkojmë tek ai apo ai vjen tek ne. Dhe dashje pa dashje
Mund të kesh dhe argumenta se merr vetëm hadithet ose ajete që flasin për dhunë. Kuptimin që flasin për një të drejtë që duhet marrë, sepse ashtu është e drejta, siç e kanë shtetet. Që vendosin kufirin. S'lejohet kjo, nuk ndalohet kjo gjë. Dikush merr vetëm këto tjerat, merr gjysmën të vërteta, po gjysmën të vërtetat janë gënjeshtër. Në fund, gjysmën të vërtetat nuk është e vërteta plot, mund të prodhojë një gënjeshtër të madhe. Por ne duhet të marrë plot fryma fesë. Si thuash, unë nuk gënjej njeri, po nuk është mirë dhe të lejosh të gënjej. Dhe kjo s'bën në fe. Ne nuk dëmtojmë kënd, po dhe të na dëmtojë nuk është mirë. Dhe kjo nuk bën në pikpamje fetare. Pra, ruaj balancën time si qytetar dhe njeri i këtij vendi. Në raporti me njerëzit e tjerë, pikpamja rrjetet sociale më radhë, si ta gjykoja unë. Është e vërtetë që natyra e njerëzve, por nuk mund nisë nga individet. Prandaj gjithmonë kemi thirrur që të ndërtohen institucione të mirëfillta që kanë pikpamjet që përgjigjen në nivel akademik, ashtu si takon çdo lloj mendimi. Dhe disa mendimeve ndoshta shumë me urtësi mos të përgjigjemi fare. Është shumë e urtë, po duhen të lihet njerëz kompetent nga një herë ndor. Madje është shumë mirë të lihet njerëz kompetent që mos u përgjigjen, jo gjithkujt i përgjigjemi dot. Sepse jo gjithkush ka kapacitetin ta kuptojë që i përgjigjem. Madje mendoj që shumica e kundërshtimeve ndaj fesë nuk është se kanë problem me fenë, ka problem me qytetarinë. Ky është mendimi im. Njerëzit nuk kanë problem me fenë. Kanë problem me konceptin qytetar. Në të gjitha përkufizimin e qytetarisë është aftësia e një njeriu për të përballuar, për të bashkëjetuar me atë që s'është sjell. Në një njeri që ka problem me një tjetër, ka problem me qytetarinë, jo vetëm thjesht me Islamin. Pra, është problem në formimin e atij qytetar. Prandaj për shembull shoh disa njerëz që vijnë një lloj padashje, ndoshta dhe me vetdije ndoshta kundër Islamit, unë mendoj që ai ka problem me qytetarinë, jo me Islamin. S'është intelektual më zotni, nuk është akoma qytetëruar më. Se po të jetë qytetëruar, vjen ke niveli i Kuranit që përndon dhe mendimin e djallit, jo më të njeriu. Çështja e qytetërimit mendoj. Po besoj shumë çështja shumë temë shumë e butë, nëse mund ta quaj kështu, sepse padyshim se kjo çështje nuk është produkt i yti, po është produkti i mësimeve fetare. Domthonë kanë bazë koranore, kanë bazë jetën e pejgamberit alayhis salatu wasallam, edhe pse them ndoshta nga kendi e atyre të cilët na përcjellin na ndëgjojnë, flas në emër të tyre të një pjesë dërmuese së shumicës së tyre, është ndonjëherë është vështirë njeriu të bëj sabër, të bëj durim. Kur për shembull një ngjarje ndodh diku kudo që të jetë, edhe pritet lajmi se ai i cili ka kryer atë akt është musliman apo nuk është. Edhe në momentin që ai nuk është musliman, gjendet një arsye, ka qenë i çmendur, ka pas probleme psiqike, ka pas. Në momentin që është musliman, domethënë është e përgatitur akuza, është e përgatitur termi, vendoset në vendin e caktuar edhe domethënë kjo sigurisht se kjo çështje ndoshta e pastaj edhe e ka kundër efektin të shumë njerëz. Kjo është e vërtetë. Por thjesht andaj po jo s'është e vërtetë për meje, po është e vërtetë për shumë shkrimtarë, për shembull do të sjellë Nisur Sarovën, për mendimin tim. Ballkan do thot lindje thotë. Ai aty ka sjell pafund argumenta, në mënyra se si institucionalisht. Institucionalisht po them, jo me individ caktuar një këtu. Me tendencë institucionale. Janë keq përdor termat kur lidhen me Islamin, po them në artikuj shkollor, në librat e historisë, në pikpamjet politike, në ligjërimin politik të shumë politikanë. Fatkeqësisht që vjen për arsye të një problemi serioz me të vërtetë, të vetë individ. Se ku ke problem me të vërtetën, gjithmonë do të dominojë këtej ai që është më i fortë. Dhe për faj të kësaj lloj gjëje, të një kanë hedhur këtë lloj stigmash. Thashun reagimi mund të justifikojmë, por gjithmonë ku ngatrohen dy vetë, për mendimin tim, fajti ka që është më i mençur. Për mendimin tim. Në këtë mes. Pra, ne si besimtar e kemi pas pjekurinë dhe e kemi. Falë Zotit. E kemi kulturën të trashëguar në librin tonë të shenjtë, Kur'anin. Dhe kam shpresën, prandaj vike kjo, se unë kam shpresën që besimtarët mund ta kenë qytetarinë, ndoshta të vetmit që mund ta kenë qytetarinë, që të arrijnë të përballojnë atë gjë. Por derisa
shkojmë ke njëta gjuhë, mendoj që na bëhet i njëjti barazim. Pra, a është ke Buhariu, transmetimi sakt nga Abu Bekr radhiyallahu anhu, thotë kuntu ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, isha me pejgamberin e ulur. Kaloi thot afër me një person se njihej në xahiliet. Dhe thot filloi të më ngacmoj. Thotë unë ja ktheva, i dorova, ja ktheva. Thotë unë ngrit nga unë, thotë pejgamberi Zot dhe iku. I mërzitur. I thashoj dërguari Zot, se dëgjove çfarë tha? Dëgjova, tha. Po ndërkohë që ti që heshtje, tha një engjëll i thotë edhe për ty kështu u boft. Kur i ktheve përgjigje, tha erë shejtani me të ndihmuar, tha me dhon disa ide. Tha se si ti përgjigjesh atij, se ti je i kullumur, por ti nuk do ndihmë se e keq atë thash do ndihmë, nuk bëhet vetëm liksia. Tha profetët me djajta nuk rimiren, pa me shejtanin rimiren, vetëm për në largot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që profeti alayhis salam ka thonë, "Ore, na bi gët faqen, kthe gët faqen", nuk është kështu. Por në momente kur ai gjë s'ka efekt, nuk jep efekte, nuk është se bën ai dëm konkret. Ti trego formën më qytetare tonë. Në anën tjetër nuk e lejoj për të ndodhur. Se ka dhe i koncept të rëndësishëm, dhe unë do ta them këtë, se më mendoj që blen. Shiko, bota moderne ka i parim. Bëhet luftë për të vu paqe. Ky është parim i super deklaruar në të gjithë gjërat. Islami ka tjetër. Ne edhe forcën, edhe paqen e bëjmë mos ndodh lufta. Kemi komplet parim tjetër. Ne kemi forcën mos ndodh, nuk e bëjmë luftën për të vu paqen, por kundrazi e bëjmë paqen mos ndodh lufta. Sa që ka ndodhur me qindra raste në jetën e profetit që ka bërë kompromise, ka bërë dakordsi, ka bërë hapa mrapa, vetëm që mos ndodhte lufta. Prandaj të pak numrat e luftave, janë të pakta ngjarjet, janë të shumta rastet ku ai ka bërë një hap mrapa, ka përgëzuar zotni. Kur sheq dorë thot nga i debat pa peshë, ja garantoj thot i shpim punë xhenet. Ja garantoj unë, edhe pse ka drejtë, se kjo është shumë e rëndësishme. Edhe pse ka drejtë këtu bëri. Unë thot ja garantoj. Pra, nuk ka efekt kjo. Atëherë unë bëj një hap mrapa. Kur ka efekt, përpiqem maksimum të kem fuqinë që mos ta lejoj të ndodhe keq. Ne ta mbeten këtu ndoshta edhe si porosi edhe si mesazhet e fundit e këtij takimi dhe këtij bashkëbisedimi hoq. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Zoti është shpërblet. A gjeni të marr për gjitha dhe faleminderit për. Padyshim se na mbeten edhe shumë çështje tjera cilat me dëshirë do të bashkëbisedonim, por shpresoj në ndonjë takim tjetër. Allahu xhelal shpërblet. Zoti është shpërblet. Të dashur shikues, Islami dhe dhuna, dy nocione të cilat asnjëherë nuk përputhen dhe nuk bashkohen. Dhe ta njohim mirë Islamin, do ta kuptojmë madhështinë e tij, e do ta kuptojmë se në vetveten e tij përmban paqen, përmban mëshirën dhe udhëzimet e duhura përmes cilat njeriu do të jetojë dinjitetshëm këtë botë e do ta fitojë edhe botën tjetër. Dhe në takimin tjetër, Allahu xhallahu shanu i pas mëshirën dhe rahmetin e tij.